përshëndetje, zonja e Zotrin, takomi prap, këtu me Klik Plus, në televizion 21. Sonte, pa dyshim që nuk mund të shmangimi temës së zgjedhjeve, pas zgjedhjeve dhe tani me dhe formimin e qeverisë, kush do e merr mandatin, po duket se jemi shumë larg të gjitha saj, pas një skadimit të mandatit që ndodhi tani me të dielën, nuk kemi mandatar, Maqedonia nuk ka mandatar, presidenti Gjorgji Ivanov nuk ja dorëzoi askujt, konsultimet e tij po i vazhdon, faktësisht me kryetarin e gjykatës kushtetuese në takim për të diskutuar atë se çka saktësisht po ndodh dhe se si duhet interpretuar, jo në një kolegj të veçantë si do duhet si një trup, por se kujt i takon mandati me ligjet tona dhe se qa duhet të kuptuar drejt krizën e të cilën jemi tani pas refuzimit që Bashkimi Demokratik për Integrim i bëri mandatarit Nikola Gruevski. Për ta kuptuar sa më saktësisht të punë, do të tentojmë që t'jemi sa më të qartë edhe për shikuesit tanë në Prishtinë, sepse sonte jemi si në Shkup, si në Prishtinë. Përshëndes dhe kolegët tanë që janë atje në Prishtinë, në studion tonë, kemi lartin kolegën tonë, bashkë me panelistët e tij atje, të cilët do na ndjekin në fillim dhe do e shohim bashkë se si do mund të komunikojmë sa më lishtë, të kuptohet edhe në Prishtinë, sikur edhe në Shkup, se çfarë saktësisht po në gjanë me krizën. Për të kuptuar më drejt, me neve në studio sonte, është zotëri Talat Xhaferi, nga Bashkimi Demokratik për Integrim, zotëri Xhaferi, faleminderit shumë, gjatë të kohë, jemi bashkë në një panel shumë të zgjeruar, 5 vjet, 6 veta në studio, faleminderit, të çmoj shumë kohën tuaj. Po ashtu, me neve është profesor Mersin Maksuti të drejtës kushtetuese, profesor faleminderit, jemi prap në këtë studio, po flasim për të njëjtën temë, tani në rrethana këtë tjera. Mirëmbrëma, faleminderit, profesor Bersera, faleminderit shumë, gjatë të kohë jemi bashkë. Me qëtanë të ndëruar të Klikut, zotëri Ismet Ramadani, bashkë me Albert Musliun, faleminderit shumë, e thëmën edhe unë e thëmë si lartë jonë, si e thënë Prishtinë të përhershme tanë, ashtu duhet i thënë. Mirë, na e thoni profesor do nise me juve, sepse aspektin politik do e prekim. Kujt i takon mandatin në këtë mjegull, na e thoni, si themi popullor që shkurt e Shqip, kujt duhet i shkoj mandati? Do i pris. Të potencoj njerë se presidenti veçëm e ka shkelur kushtetutën e Maqedonisë, me vetë faktin se që në start, do me thonë, ai nuk mori veprime kushtetuese, si që thuat kushtetuta e Maqedonisë, do me thonë, nuk përcaktoi mandatarin në mënyrë të qartë, si që kërkon dhe intereson kushtetutës, për arsye se kushtetuta është shumë e qartë, ky neni 90-ën që rregullon çështjen e përcaktimit të mandatarit, as pak nuk është i paqartë, do të thomë, është tejet precis, i cili thotë se Republika e Maqedonisë qeverin, pra mandatari mund të caktohet ai kandidat për mandatar nga partia ose nga koalicioni i partive, pra i cili gëzon shumicën e parlamentit. Dhe presidenti Ivanov, pse e shkolli kushtetutën, për arsye se nuk ofroi, do me thonë, nuk bëri konsultime si që bën sot, si që ka fillu bisedat me institucione, me nesër pritet me partitë politike. Këtë hap ai e ka të vonuar, këtë hap do duhet ta bënte, do me thonë, në periudhën 10 ditore që ka pas si afat kushtetues, brenda të cilit ai duhet të përcaktoj pra mandatarin, që bëri një gabim. Shkolli kushtetutën, për arsye edhe njëherë, për arsye se nuk e bëri në bazë të konsultimeve të partive politike, e cilat do t'ishte më e drejta se presidenti, atëherë do duhet të thoshte partive politike, ai kandidat, pra, i cili do të siguroj shumicën se pa të qëndron pas tij të parlamentit, atëherë, nëse ju kuptoj drejt, sepse jemi pas, do ju lusë shumicë që t'jemi. Vetëm ta sqaruam deri në fund, Fatmir, po kuptimin juridik, sepse tani do hapet edhe debati politik, por baza e problemit është këtu, mendoj, te kushtetuta. Me që presidenti, do me thonë, nuk përcaktoi Gruevski në bazë të kushtetutës, shkeli kushtetutën, atëherë do themi, do të shkojmë me këtë princip të cilin ka hy Ivanovi, që do thotë se si pas tash këtij principi, 20 ditë ka pas kohë, pra mandatarja të bëj qeverin dhe ai dështoj, dhe me këtë ai e konsumoi këtë drejt. Tash presidenti nuk ka rrugë tjetër, post që a kaloi mandatin, dhe me thonë, për formimin e qeverisë kandidatit të partisë së dytë, fituese që në rastin konkret është KSDM-ja. Dhe pres presidenti, pas gjithë këtyre konsultimeve, pra edhe pse të vonuara, të përcaktoi për mandatar kandidatin e partisë së dytë. Kjo është logjika e kushtetutës, Fatmir, kjo është rregulla e demokracisë dhe kjo është mënyra se si mund vendoset më mira mbi këtë element, mbi këtë vlerë dhe mbi këtë shtyllë
të cilën e kërkon demokracia. Dhe cila është kjo? Kjo është që në demokraci vendos shumica, çfarë do qoftë çështje, çfarë do qoftë problemi, pra lidhur edhe me formimin e institucioneve, kjo është rregulla numër 1 të cilën duhet ta ndjekin institucionet. Faleminderit shumë, profesor. Zoti Xhaferi, a duhet ta marrë zoti Zaev mandatin, apo kemi një hendek ligjor, të cili është i kalueshëm apo nuk është i kalueshëm, se pastaj do lidhemi me Prishtinën, se kolegët tanë atje po presin edhe ata të komunikojnë bashkë me ta. Realisht nëse i referohemi interpretimit kushtetutës në formën akademike, si që edhe themi juridike, si që bëri profesori, do të kisha ashtu që nuk ka hapësirë që Ivanov të ketë mundësi të dorëzon mandat dikuj tjetër, për faktin që nëse shkojmë deri në fund interpretimin juridik të kushtetutës dhe të 1990, kushtetuta është e ngurtë në këtë drejtim dhe nuk ka parapa përpiluesi i kushtetutës, nuk ka parapa variantin dhe mundësinë që të ketë mundësi alternative, po që se një subjekt pretendent për mandatar nuk ka arrin të ketë shumicë që të mundet ajo të transferohet te i dyti te i treti. Kjo është çështja e interpretimit drejt për drejt të normës kushtetuese. Mbi gjitha, kushtetuta ka edhe një parim të pashgjithësisht të shkruar dhe të definuar që përcakton se gjithçka që nuk është e përcaktuar me kushtetutë, gjithçka që nuk është e ndaluar me kushtetutë, mund të llogaritet si çështje e lejuar dhe interpretimi ekstenziv apo pozitiv i normës kushtetuese mund të shkon në drejtim të asaj që edhe profesori e thot, pa ato janë më veç çështje politike dhe janë aspektet marrëveshjeve politike, të cilët do duhet të ngërthejnë me një marrëveshje për të dalë për kësaj situate, se a do të shkohet me logjikën që interpretimi të jetë i prerë i kushtetutës, që njëherë ka mundësi presidentit të jep mandatin atij që ka përmbush normat siç i sqaroi profesori, ose do të shkohet në interpretimin e asaj që është praktika demokratike ndërkombëtare, përvojat e vendeve tjera që kanë të rregulluar edhe në mënyrë eksplicite i përcaktojnë gjitha variantet e mundshme në të cilat mund të ndodhet vendi në një situatë që buron nga procesi zgjedhor, dhe atëherë mund të lihet interpretimi i lirë i asaj e drejta e presidentit që ta interpreton kushtetutën lirshëm në favor të asaj që ka janë praktikat ndërkombëtare dhe i radhës që është të mundet të jep dhe të merë mandatin. Dhe më tha, aty nuk kemi dallim as në aspektin juridik, as në aspektin politik. Mirë për faktin që në Republikën e Maqedonisë janë bë praktika paraprake, vetanake, autentike të shtetit të Maqedonisë, në zgjedhjet e para 25 viteve, 92, 94, shtash nuk du të jem i sakt në datën në vitin, dhe më tha 92, kur VMRO atëherë nuk pranon me 43 deputet ose 43 mandate atëherë që ka pas si më shumë mandate në përbërjen parlamentare, pa marrë parasysh, tash nuk ka rëndësi mundi sakt eksakt, por si praktik që është bë, dhe me thëmbjat praktik atëherë VMRO refuzon që tjetë bartëse e mandatit, ose gjithësisht të tenton të bën shumicë, për faktin që nuk ka qenë qartë që ai nuk mund të bëhe shumicë, sepse forcat në atë kohë që kanë qenë parlamentare, kanë qenë ashtu të ndara që nuk kanë siguruar dhe nuk kanë dhënë siguri që me njërin apo me tjetrin të mundet bën një koalicion më të zgjeruar për të siguru shumicën në parlament, edhe pse rregulla norma ligjore dhe me thënë kushtetuese është ajo që thot profesori se duhet ketë shumicë parlamentare për të mund të jetë bartësi. Mirë po, në atë praktik përsëri në atë vit dhe me thënë është bë, që i radhës që ka marrë mandatin ka qenë përfaqësuesi i LSDM-s atëherë, Partisë Komuniste për Prosperitet Demokratik Petr Goshevi, nëse nuk gabohen, i cili për një periudhë kohore në afatin për 20 ditësh nuk arrin, edhe nuk ka sigurinë se arrin të bën shumicë, e kthen mandatin kryetarit atëhershëm Grigorovit dhe i njëjti, për mos me e bardhë sipas praktikës votnore demokratike, bën pa mirë dhe prandaj them, ka pas shumicë për arsye tjera. Për arsye tjera, në interpretime juridike ta qartësoj. Interpretime që në çështje për praktikat politike që janë bërë në sferën politike ndikojnë, do mleni thash të sqaroj deri në fund. Dhe atë praktike ka bë ish presidenti, domethënë në fillim të vetësimit të Republikës Maqedonisë, të pluralizmit këtu në Maqedoni, dhe ajo merret si rregull e pashkruar, si praktikë ndërtuar politike në interpretim. Unë nuk du
të them që ajo është në rregull me normat, por si praktika politike të bëra, ma jo juridike, por si praktika të politike të ndërtuara këtu në vend, unë si deputet, si koordinator në parlament, shpesh kam theksu aspektet e ndërtimit të presedanëve këtu, të përjashtimeve që bëhen rregullat pashkrume, ajo më së na kthehet bumerang në sistemin politik, dhe për këtë arsye kemi erdhur me një hamulli. Ne sonde fillut me temën, profesor të interpretoni çështjen e punës ku do të shkon mandati. Unë mendoj që sistemi politik dhe politika sot ka një tjetër problem para këtij problemi, që është paralel. Unë kam pas rastit që më dëgjoj gjithë edhe analistët, për edhe ato që kanë interpretu ekspert juridik, me konstatime dalin se është konstituu parlamenti. Për mu si deputet, Nëse më lejoni. deputet ne nuk kemi parlament të konstituum. Atëherë para se dalim tek kjo çështje. Një çështje plus. Zoti Xhaferi dhe zoti Maksudi se më kanë shumë nikoll. Ngërthen me kitë Do lidhemi me kolegët tonë. Do e kemi rastin se kemi kohë mjaftueshëm, besoni. Kjo është çështje në kitë strumbullarin. Zoti Xhaferi dhe zoti Maksudi. I kemi kolegët tonë në Prishtinë bashkë me 3 mysafir. Zoti Maksudi do të sharronin, besoni. Zoti Maksudi, vetëm të bëjmë lidhjen me Prishtinën. Lart e besoj që është duke na ndjek dhe po na shohin po ja tani kemi edhe një lart. Mirëmbrëma, përshëndetje kolegëve tonë në Prishtinë, po shoh Dritan Selmanin atje, Halil Matoshin, bashkë Çani Mehmetin. Ky të ndruar shikues është kolegu jam i dashur Lart Hoxha, i cili ka vetëm klik në Prishtinë, ne jemi këtu Klik Plus. Mirëmbrëma, të ndruar mysafirë edhe në Prishtinë, mirëmbrëma prej Shkupit. Tani po kalojmë linën juve se sigurisht që Larti do pyet sepse asati si dërohet me ndajt në studio. Shikuesit në Maqedoni. E për cila startin e emisionit, po e shoh që atje debati veç ka fillu, kështu që po të mos ndërhy shumë në ato që janë çështje më me interes për shikuesit atje. Ajo që na intereson këtu, po tentoj fillimisht ta shpjegoj kontekstin pse. Për shkak se kemi pas në Kosovë zgjedhje edhe kemi pas ndërhyrje, nëse mund të shprehem kështu, të gjykatës kushtetuese, mirë po procedura ka shku ndryshe. Tek ne presidentja e Kosovës është drejtu me kërkesë me shkrim gjykatës kushtetuese për interpretim, për paqartësi të nenit, edhe më pas në bazë të atij interpretimi edhe është formu shumica parlamentare dhe koalicioni që është edhe sot në pushtet. Ajo që duhet pyes është a ka gjasë që një gjë e ngjashme të ndodhë në Maqedoni dhe nëse ndodhë do të kishte dy efekte. E para do të konsumoheshin disa javë, nëse jo 2 muaj të plot, derisa gjykata kushtetuese ta procesonte kërkesën edhe të dilte me interpretim. E dyta, a rrezikon të ndodhë ajo që ndodhi në Kosovë, që më pas gjithë të bëjmë debat juridik për çështje politike, edhe të merremi me pastërtinë e njerëzve ose kredibilitetin e gjykatës kushtetuese e jo me veprimet e politikanëve dhe mënyrën se si ata i lidhin koalicionet. Faleminderit. Po shihet që Prishtina e ndjek me shumë intensitet. Dhe ngjarje këtu, Larti, kolegu jam është tatamata për këtë punë. Mirë. Zoti Xhaferi përjapi shumë, Prishtina falenderoj shumë, Lart do lidhemi prapë më vonë, di se do ndjekim atje do lidhemi. Zoti Xhaferi përjapi fjalën. Situata në Maqedoni konform rregullave ligjore kushtetuese të vendosura këtu, rëndësisht dallon prej asaj çka janë rregullat e vendosura me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kushtetuta e Republikës Kosovës, me sa kam njohuri, është përcaktuar që këto dilema i janë adresuar me kushtetutë si kompetencë ekskluzive, dhe me thënë gjyqit kushtetues që t'i pastron dilemat politike në aspektin e kuptimit të rregullave juridike gjatë vendimarrjeve politike. Tek ne, me kushtetutë, me rregullore për punën e parlamentit, janë të precizuar kompetencat për gjitha institucionet dhe në kështu rasti, për faktin që kushtetuta nuk ka parapa mundësi të tilla, edhe në kompetencat të gjyqit kushtetues, kushtetuta nuk parashef kompetencë ekskluzive të gjyqit kushtetues për të përcaktuar dhe për të dhënë një interpretim për këtë çështje, për këtë situatë të daljes. Por në rrafshin politik përjashtu interpretimet juridike, se nëse duhem të bëjmë gjithnjë probleme të caktume, atëherë do të referohemi në interpretimet juridike dhe do të barikadohemi në atë çka është dhe çka s'është e rregullt dhe e pa rregullt. Intenca është që me marrëveshje politike dhe me bisedimet politike të gjendet pajtueshmëri politike që të përmbyllen gjitha hapat e ndërmarra deri tani, që nën kupton të përmbyllet
faza e konstituimit të plot të parlamentit, e cila ka mbet në fazën e zgjedhjes së Komisionit për Emrime dhe zgjedhjes së kryetarit parlamentit, me të cilin fakt do të reflektonte edhe ku është shumica, sepse ajo shumicë që do të zgjedh kryetarin e parlamentit nuk kupton se ka bërë edhe shumicën për të pas edhe mandatin si mandatar, kështu që janë një sër problemesh praktike në procedurat që rregullohen me rregullat tona këtu, krahas ndryshimeve që ka regulativa në Kosovë, dhe për këtë arsye mendoj që e tepërt është dikush të harxhon kohë me konsultat me institucionet përkatëse, për faktin që ato konsultat duhet bëhen me subjektet politike e jo me institucionet përkatëse, sepse kushtetuesja ka për kompetencë në qoftë se marrëveshja politike prej ndonjënit nga subjektet politike vlerësohet se nuk është ajo që është dashur të jetë, mund të ngrinë nismë para kushtetueses për të bërë vlerësimin juridik për atë se çka ka ndodhur dhe mund të ndodhin ato punë që i ka për kompetencë të vendos kushtetuesja. Domethënë këtu janë çështjet për cilat problemi politik duhet zgjidhet politikisht, e asnjësi nuk do ketë mundësi të zgjidhet juridikisht, sepse interpretimi juridik dhe mendimi juridik që do jepet, ndoshta do jetë i pranueshëm për atë që ka interes ta pranon atë qëndrim juridik, por nuk do jetë i pranueshëm për atë që ka mendim tjetër politik, dhe këtu kur do të vjen e drejta dhe politika kanë përballje të cilat nuk mund të përputhen. Këto janë çështje për cilat përsëri politikisht duhet vënë në rafsh të zgjidhjes. Shkurtimisht po ju lë dhe juve, e pastaj do përshëndetem me kolegët tanë në Prishtinë, sepse sigurisht ata do vazhdojnë atje debatin Të sqaroj për opinionin, tash pjesën e fundit pajtohemi plotësisht. Doa të sqaroj opinionin se ne nuk kemi krizë politike në kuptimin juridike, në kuptimin e formimit qeverisë. Pse nuk kemi? Sepse neni është shumë i qartë, shumë decit. Dhe këtu nuk ka nevojë të shkojë te gjykata kushtetuese. Është shumë i qartë, i cili thotë se kandidati i partisë ose i partive, i cili siguron shumicën në parlament, bën qeverinë. Dhe këtu nuk ka, këtu është çështja e veprimit politik. Tash, kush do ta bëjë qeverinë? Përcaktimi është i ngurtë, nëse shkojmë deri në fund për interpretim juridik, është i ngurtë përcaktimi kushtetues. Ne nuk kemi krizë juridike. Interpretimi ekstenziv të interpretim presidentit i mbetet të interpretuaj kushtetutën ashtu se që është. Asgjë nuk do të bëjmë më tepër. Atëre, të shpërndojmë fjallën, sepse sigurisht edhe Prishtina do e vazhdoj debatin atje. Të ndruar shikus me Prishtinë do ndahemi këto, do vazhdojmë dhe do kyçemi besoj prapë më vonë, do e shojmë edhe në bazë të kërkesave. Por, zoti, pjo japi juve, zoti Ramadani, fjallën lartë, për shoh që me lartë një me ndonë lartë, dëgjohemi pastaj do vazhdojnë edhe juve atje besoj neve këtu. Apo lartë, po lartë, urna. Se di që kemi 3 sekonda dilla, urna. Deri shumë për lidhjen jemi në kontakt në momentin që do të kemi diçka. Dhe këto dhe ju atje. Zoti Ramadani, urdhroni. Po nisem edhe nga përvoja ime parlamentare, pak me që jem edhe dëshmitari viteve 90. Këtu është e vërtet, profesor Maksuti e spjegoj mirë, u ndërlidhe dhe detalati. Neni 90 i kushtetutës është shumë i qartë. Mi për fatkeqësia jonë është se ne kemi president i cili është i kontestuar dhe është i mësuar të bëj gafe dhe gabime. Në fakt është i kapur prej partisë VMRO DPMNE, se unë po e marr aspektin politik. Ai po ta kishte lexuar Neni 90, paragrafi 1, 10 ditë i kishte në disponim. Ai mandatin Nikola Gruevskit ja jep në ditën e 9, më duket. Ai ato 10 ditë duheshte të shfrytëzoj që nga ky mandatar të ofroj. Atë merrem se çfarë do ndodhë, se për ato jo shkoj. Jo, ofroj 61 deputet edhe të ashtu. Tash, me që këtu presidenti nuk e përfillit Neni 90 kushtetutës, që është problem, kur presidenti shkel kushtetutën, atëherë përfytyrimi i parë është se në çfarë shteti jetojmë. Do të thënë, sa kemi shtet juridik. Kjo është pasqyra e parë, do të thënë, ai perceptimi i parë politik për këtë vend. Po kujt do jap mandatin e dytin? Me që ka dalë në bazë praktikave dhe është treguar ai të themi në anën pozitive fleksibil në këtë drejtim, atëhere le të vazhdojmë me praktikat të cilat
kanë qenë këtu në Maqedoni dhe janë praktika në shumë shtete europiane. Shembuj e shembuj. Përmend dikush që përmendi një rast e dëgjova. Në Lituani, për shembull. Parti fituese ka dalë një parti ruse me 27 deputet dhe partit e Lituanis tjera originalet të tyre, pra kanë pas më pak deputet. Po t'ishte si pas asaj logjike, atëre partia ruse e qytetarëve rusë atje duhet të formoj qeveri, nëse nisemi nga parimi se partia që i ka fitu zgjedhjet. Prandaj, tani, duke u nisur edhe nga praktikat këtu, duhet t'jepet mundësi, pra, që të përcaktohet mandatari i dytë, i cili sigurisht se duhet t'i siguroj presidentit të shtetit 61 deputet, më shumë deputet, edhe t'jepet, kuptohet se duhet t'jepet mandat. Këtu nuk ka në një problem tjetër. Mirë po, ajo që brengos, se unë, me që kemi këtu profesor, e kam pak të ndërhyj më shpesh të sqaruam çdo dilemë kushtetuese. Po, sigurisht. Te presidenti, shihni zoti Ismet. Presidenti vërtet përcakton mandatarin, por në vitin fundit presidenti nuk mund ta bllokojë formimin e qeverisë. Ashtu. Pse nuk mund ta bllokojë? Sigurisht. Nuk mund të ketë veprimi i presidentit reperkusion mbi formimin e qeverisë. Pse? Sepse rasti kalon te parlamenti. Ai duhet zbatoj kushtetun. Ashtu, nëse parlamenti formon shumicën, asgjë nuk mund ta bllokojë parlamenti. Edhe rasti kalon atje. Edhe këtu më duket se është puna shumë e qartë. Mirë po, çfarë brengos tani? Partia e Nikola Gruevskit, pra VMRO DPMN-ja, ka filluar të lëshon pra porosi se nuk mundet dikush tjetër të merë mandat, ose dikush tjetër të formoj qeveri. Ashtë, dhe me thënë partia politike është e palejushme, dhe me thënë të ndaloj procesin e formimit të një qeverie shumic pra mbi 61 deputet. Dhe ajo është shumë indikative. Kjo është porosi, themi, shumë destruktive në aspektin politik. Pra ndaj, se si do të ecin punët, mund të ndodhë, presidenti me konsponat. Do flasim për skenarë, besu t'japim fjallëm edhe dy miqvetan që në studio dhe pastaj do kthehemi prapë. Jo vetëm me praktikën Kosovë, sa mundet një fjali, me që leati u për. Shkurt lutëm shumë. Atje nuk është e parapar, në Kosovë, themi, u kryua një shumicë opozitare, koalicion opozitare. Nëse më lejon, ata bëj krahasim me Kosovën. Kosovë është koalicionet para zgjedhore për caktojnë mandatarin, ashtu është. Edhe zgjedhjen kryeparlamentare, këto është dallimi. Është e caktuar, është të shkruar në kushtetutë para ta bëj dallimin atje, se atje ka obligim për koalicion para zgjedhor. Kemi kolektor që po debatojnë për neve, për Maqedoninë. Cili duhet preferu, se sistemi politik ndryshon për asaj çka është i vendosur sistem politik në Kosovë. Fatmir, absurditeti i kësaj shoqërie është se ne gjithë si qytetarë tash jemi peng se çka mund të bëj kryetari Ivanovi me qëllim që t'i ndihmoj partisë e cila e ka deleguar edhe me asnjë veprim të vetin ai këto 6-7 vjet nuk është shkëput prej qëndrimeve të partisë vete, me qëllim që ta zvarit këtë punë. Se në sistemin tonë parlamentar nuk e zgjedh kryetari qeverin, e zgjedh parlamenti, edhe unë e kuptoj se ne nuk kemi parlament funksional, po kemi deputet me mandatet verifikume. Ne deputet kemi, s'kemi procedurë përmbyllme, po deputet kemi. Edhe pikrisht, bi 60+1 deputet janë ata cilët e zgjedhin qeverin. Shif, ne jemi penk e një kryetari i cili në momentin kur gjatë krizës politike, kur filloj të kthehet besimit të qytetarët, a e bëni abolicionin bas një neni për cilën shumë ekspert thonin se ai nen edhe nuk ekziston. Edhe
të dëgjojmë një kohë. Veç ta definoj. Ne këtë nen, pastaj me vendim gjyqit suprem, ja verifikum se ka ekzistuar ai nen edhe ai e tërhoq atë abolicion. Kjo është i njëjti kryetar i cili në valën e krizës politike në Maqedoni si rezultat i dështimit shërbimeve të sigurimit, ai në forume ndërkombëtare u mante ligjërata edukative, shërbime sigurimit të shteteve të NATO-s. Domethënë flasim për një kryetar i cili absolutisht me asnjë qëndrim të vetin nuk ka tregu se ka egon e vete edhe se është ndajt për partisë e cila e ka delegu. Ne nuk mund të flasim tash për një formalitet, se dhënia e mandatit te ne është formalitet i cili i mundson një mandatari. Jo, veç ta definoj. Si e shoh? Shef, ai mandatari. Dhe lutna praktikoni me kërku fjalën me. Kene procedurë e zgjedhjes qeverisë marron me votimin e institucionale e sankcionuar me kushtetut, do mund të thotë formal. A është e mundsuar me kushtetut? A garanton mandati krimin e qeverisë? Jo. A mund t'i njëjti personi cili e ka mandatin dale para parlamentit të po kom shumicë edhe më i kalon e qeveria? Mundet. Kene qeverin e zgjedhin deputetet. Veç ta sqaroj pse e thash se është formalitet. Është pjesë e procedurës. Ajo është pjesë e procedurës. Edhe nëse e ka thyë kryetari atë procedurë, në fillim, nëse është thyë edhe 91-shin, nuk është justifikim, është thyë 91-shin, të është do e thim prapë. Po edhe nëse është thyë prapë, edhe nuk ndërhyjke ajo, s'ka lidhje. Ne tashimi të bëjmë një debat shumë të madh në këtë shoqëri në Maqedoni, se çka do të ndodhë, me çfarë forme kryetari aktual do t'i ndihmoj partisë vete që ta zvaris gjithë procesin. Bile këtu afër 2 javë folet se kryetari mund të hapë edhe dorëheqje edhe do ta punojë krimin. Domethënë kemi nebulloza që na prezantojnë shoqëri. Ashtu që them, në këtë rast, sipas meje, ai që mund të formon e shumicë, duhet të formon e shumicën, t'ja prezentoj kryetarit edhe ai është i obliguar t'jap mandatin për të krijuar qeverinë. Si shif, ne i shohim punën ka e vrapa. Unë mendoj se ato 10 ditë cilët nuk i përdori si duheshte, sa e pritja fatën e fundit t'jap mandatin, nga ana tjetër ish mandatari, i hupi 20 ditë që momentin e fundit tregoj se nuk ka shumicë. Kjo në ciklet e kalume zgjedhore është mbaru shumë më shpejt. Ai që ka pas shumicë, ka prezentuar shumicën. E tash edhe unë pyetëm, si do të prezentoheshte mandatari ditën e diel në mramje, nëse ai deri në orën 11 nuk e ka ditë a do të jetë mandatar ose jo. Kur do ta përgatitte listën e ministrave, programin qevetar. Këto e paradokse që ne në shoqëni na e marrin vëmendjen edhe ne mirëm me atë. Sipas meje, qeveria do të formohet nëse ka shumicë. Nëse ai tregon tendenca obstruksionin në atë proces, ai do të ketë sigurisht përgjegjësi politike. Unë nuk e di a ka mundësi ai të ketë përgjegjësi edhe ligjore. Por se mund me një shtet me demokraci parlamentare, ai të cili nuk e ka drejtën ta pamundësoj themelimin e formimin e qeverisë, është absurde. Prandaj them, ne atëherë si po thuhet sikur zoti Sela që tha këtu, zoti Zaev të mos të veproj dhe të mos hesh. Nuk them unë as zoti Zaev, as zoti Gruevski. Unë them ai që mund të siguroj shumicë, atë shumicë t'ja prezantoj kryetarit. Nëse kryetari eventualisht e ignoron atë, atëherë parlamenti duhet të thirret edhe ta materializoj atë. Nuk paraqikojmë kush, po ai që mund të shumicë. Tash ne e pam dielën se Gruevski nuk mundeshte. Atëherë ai tjetri nëse mundet BDI-ja, nëse mundet ai parti tjetër. Ai që mund të mbledhë 61 në shkrim minimum, ai duhet ta prezantojë, marr mandatin në qeveri. Profesor, kërkoj ndjes ju lam, kështu po ishim me Prishtinë dhe këtu prandaj vetëm gjysmor. Urdhroni. Do mundohem të jem më i shkurt dhe më i qartë për publikun sepse ne i shohim politikanët apo liderët politikë të cilët e kolkavisin, e bëjnë dramatizojnë, tashmë e dramatizojmë edhe ne këtu të bëjmë një kundërshtim me fjalët tona. Tani, edhe zoti Ismet, edhe zoti Musliu, tha që unë pajtohem ato për presidentin. Që është president partijak, nuk ka qenë president që e unifiku, shofe interese dhe gjithë komuniteteve. Nga ana tjetër, ju të dy, thoni këtu që pse do të qapi këtia për ati. Tash mos presim qapi presidentin, ne se e kemi pa. E ka tregu vetën kush ka qenë Ivanovi, vetë ka është profesor, dhe mas miri saj që e din kushtetuta nuk e dim. A e din shumë mirë, është profesor. Dhe ne e dim, vetë në pak, e dim në praktikat që tha e zoti Talat dhe zoti Mirësim. Në aspektin kushtetues, unë e pajtohem me të dy parafolsi. Ne duhet të flasim këtu për zgjidhjen. Cila është zgjidhja? Kushtetuta nuk ka kufizime.
dhe prandaj ka interpretime të ndryshme. Dhe çka duhet ndodh? Duhet ndodh shumica që tha ju në fund zoti Musiu. Aty pajtohem tani me ju. Pse? Duhet të arritet shumica gjatë të një deputet. Dhe këtu unë pajtohem për shembull me zotin Sela që dje kur e fillon deklarat që hajde tani zoti Zaev ti bëjmë nënshkrimet edhe ti ja çojmë presidentit gjatë në nënshkrime dhe themi që e kemi shumicën në parlament. Dhe mandej zoti Zaev do ndihet para aktit të kryer. Përndryshe, nëse ai do bëj konsultimet, ka mënyra të ndryshme dhe ai mund të jap, ndoshta prap partisë së VMRO DPN-s për herë të dytë, po ka mundësi të jap ndoshta edhe partisë së dytë. Të konkret, domethënë, paramendime që ne mund të themi kështu apo ashtu. Por, me dha këtyre 10 ditëve, partitë politike, të cilët kanë marrë mandat dhe kanë marrë legitimitet nga qytetarët e Republikës Maqedonisë, e kanë kohën që t'i bëjnë gjatë një deputet. Tani, topi është e pala Maqedonase. Shqiptarët kanë dalë me një platformë të tyre, qoftë partia që ka fituar më tepër deputet, apo partia e dytë dhe partia e tretë, domethënë dy koalicione, Lindja me Bes dhe Aleanca për Shqiptarët, dhe tani janë dy partitë maqedonase, të cilët i kanë kërkesat e shqiptarëve, hajde një urdhëroni, bujrun, edhe të bëjmë qeverinë. Tani, zoti Gruevski nuk i pranoi kushtet e Bashkimit Demokratik për Integrim, atëherë zoti Zaev çka pret? Pse duhet ta pres mandatin? Normalisht, praktika parlamentare në botën bashkore është e përcaktuar që jepet mandatit, domethënë partisë së dytë. Por këtu ka shprastirë kushtetuta, që nuk është zgjedhur kjo shprastirë, që ku kanë qenë deputetet edhe sot e kësaj dite. Qëntarmën duhet ndodh. Prandaj shteti ka nevojë për ndryshime kushtetuese. Që edhe kjo është një ndër rastet që duhet bën ndryshime kushtetuese. Dhe ne e dimë që edhe nëse i drejtohet gjykatës kushtetuese, për shembull presidenti, ne e dimë që LSD-moja për shembull, por edhe qytetarët nuk besojnë te institucionet të cilët tashmë funksionojnë këtu në Maqedoni. Nuk kanë kredibilitet, nuk kanë besueshmëri sepse kanë funksionuar, domethënë, në mënyrë jo të rregullt. Prandaj është kjo themi urrëtie, prandaj është kjo pakënaqësi e madhe te qytetarët e Europës, pa parasysh janë shqiptarë, janë, domethënë, të komunitetit maqedonës. Dhe ne duhet të folim këtu atë që e ka edhe temën që të folim se cila është zgjidhja. Zgjidhja është shumë e qartë, vetëm duhet vullnet politik. Vullnet politik te pala maqedonase dhe pala maqedonase duhet të reflektojë. Është momenti. Albert, një replikë shkurt e kërkove, të lutem shumë. Se thash se duhet insistohet në formalitet. Unë nuk thash se, a për Ivanovin, unë thash se ai mund të bëjë çdo gjë, se eksperjenca na ka mësuar se ai ka bërë sende që kanë rasti pi marsi, si ishte ai punë me abolicion. Domethënë, unë nuk thash a do të japet dytit, a tretit, a të parit. Ai bën spakun të kalumin, ka bërë çdo send që ka mund për të ndihmuar partisë e cila e ka promovu, edhe e dyta, unë isha shumë i përpikt. Thash, Maqedoni qeverinë nuk e formon mandati, po e formon shumica e parlamentit. Atëherë, zoti Xhafiri, thoni, e nisët më herët ta shpjegoni çështjen e parlamentit dhe mos konstituimit, ka hendek atë mos zgjidhe kryeparlamentarit në përbërjen e zgjedhjen e qeverisë së ardhshme apo jo? Ka hendek për faktin që kryetari i parlamentit nuk është i zgjedhur dhe nuk reflekton se në parlament ka shumicë. Sepse ajo është shkalla e parë që në procedurat që pasojnë pas zgjedhjeve, është hapi i parë që duhet bërë, dhe me thënë konstituimi i parlamentit, i përmbyllur me zgjedhjen e kryetarit parlamentit dhe ajo nënkupton konstituim të parlamentit. Sepse gjitha procedurat e më të tjeshme i ka në kompetencë kryetari i parlamentit për të marrë nismë, për të konvokuar seancën, për të përcaktuar rendin e ditës, për të përcaktuar procedurat për formalizim të aktit të zgjedhjes dhe votimit të qeverisë së mundshme. Dhe stërkamzat nuk janë vetëm se aty ku mendojmë dhe ku referohemi dhe jemi ngulit të Ivanovi ku me qenë ikonë dhe atë jemi të e bë nuk e di çka. Ivanovi ka përgjegjësi kushtetuese ashtu siç i ka marrë përgjegjësitë me aktin e zgjedhjes së tij në atë çka është zgjedh që quhet kryetar, dhe ai duhet të respekton ato procedura. Nëse shkojmë të referohemi kushtetutës, thash edhe në fillim, kushtetuta nuk i ka para pa alternativat, por interpretimet që nuk lejohen, interpretohen, për zbatohen normat kushtetuese, se interpreton gjyqi kushtetues nëse ka paqartësi në normën kushtetuese, i vetmi organ që duhet të jep sqarim interpretativ, domethënë për normën, tjerët
institucionet tjera janë institucione që duhet të zbatojnë normën e jo të interpretojnë. Për këtë arsye, praktikat që janë në botën demokratike, kanë parapa mundësinë, lirinë e të vepruarin mbi normën kushtetuese, që ai të referohet tjetrit në procedurë. Sepse nëse u referohemi praktikave të vendeve të ndryshme, Ismeti e përmendi Letoninë atje, rasti më eklatant, më i kthjellë është Romania, ku me kompetencat që ka me kushtetutë kryetari i shtetit atje, nuk lejoj që një mandatar që kishtë fitu të drejtën të propozon qeveri, ai mori përpsipër të zbaton kompetencën kushtetuese dhe thotë jo, s'do jetë eni propozuesi i përbërjes qeveritare, po do të caktohet një tjetër prej partije, pse atë e dim ne për shkak të përkatësisë etnike, gjithsesi fetare të zonjës që atje pa të fitu shumicën në parlament, po mos e merremi me atë atje për si praktik, prandaj kushtetuta lejon mundësi që institucioni bartës i funksionit të referohet një praktike të bëm demokratike, që t'jepet shansi, nëse politikisht dikush nuk ka mund të merret vesh të bën shumicë, i jep shansin atij tjetrit dhe kur do shteren gjitha mundësi që janë brenda përbërjes parlamentare dhe kur do deklarohen subjektet politike se nuk sigurojnë shumicë, atëherë ka vendim tjetër dhe shkohet mbi praktikën që ishte Kroacia që thot Ismeti, shkojnë në zgjedhje tjera. Po këtu partia që s'ka mund të bën shumicë, në momentin që e dorëzon mandatin, referon se duhet me shku në zgjedhje. Me çfarë procedure do shkojnë në zgjedhje? Kush është ai që do bën zgjedhjet? Kush është ai që do shpall zgjedhjet? Kush është ai që do çon procedurën deri në komision shtetëror zgjedhor? Nuk e kemi, është kryetari i parlamentit, se kemi. Prandaj përsëri subjektet politike do duhet ulet merren vesh për një shumicë e cila në procedurë parlamentare, ashtu siç e ka filluar që udhëheq me seancën konstitutive, të zgjedh komisioni për emërim e zgjedhje dhe të zgjedh kryetarin e parlamentit, të cilit do t'i bartë kompetencat kushtetuese të mundet, po edhe nëse merren vesh për shku si variant në zgjedhjet parakoshme, të mundet procedurat të shkojnë konform përcaktimeve kushtetuese, nuk mundet ndryshe, ne gjithë mund të kërkojmë, ne gjithë mund të pretendojmë se shkojmë në zgjedhje parakoshme. Kush do i bën ato? Janë sende për cilat ta mbyllim mendoj këtë aspektin juridik, sepse është situata shumë e qartë. Jo, është aspekt praktik, tashmë këtu është praktika në pse është situata shumë e qartë, sepse në fundi këtë krizë e bëri vetë presidenti, se ai e shkol kushtetutën. Po ta kishte respektu presidenti drejt kushtetutën, ne nuk do kishim asnjë problem. Po ti thirrte Nuk kam mirë ne me konstatojmë nëse konstatojmë se dikush ka bërë thirrje kushtetues, duhet me inicu procedurë përgjithësisë. A ka mundësi ta interpretoj deri në fund ta mbyllim këtë debat në këtë pikë. Shihni, presidenti vetë, domethënë, këtë huti e ka kriju vetë presidenti se shkoli kushtetutën, nuk e respektoi Nenit që është shumë i qartë këtë rast, i cili nuk ja dha mandatin partisë që ka shumicën. Ja dha fituesit, po ai fitues nuk e ka shumicën. E shkoli. Me që e shkoli tash presidenti, një pjesë të fajt e kanë edhe partit politike heshtën, nuk reaguan kur e shkoli president. Okej, do të marrin si kur tash më kemi hyrë kësaj rrugët zgjidhjes krizës të formimit qeverisë. Atëherë çka do të bëjmë? Me që presidenti caktoi partinë fituese, zotin Gruevski, dhe e konsumoi të drejtën që nuk arriti domethënë ta formojë qeverinë, atëherë sipas këtij principi që veç ka fillu presidenti, duhet mandati të kalojë te partia e dytë fituese, te zoti Zaev. Dhe ne presim, nuk ka rrugë tjetër, nuk ka çka ne diskutojmë, konsultohemi, do pyske, sa veç e ka marrë rrugën e zgjidhjes të situatës politike. Domethënë mandatin duhet të kalojë te zoti Zaev. E tash, nëse zoti Zaev nuk arrin të formojë shumicën me partitë politike shqiptare, atëherë çka duhet bëhet? Tashmë kemi situatë reje. Duhet presidenti të konstatojë gjendjen se partitë politike asnjëra nuk arriti të sigurojë shumicën, duhet dali para opinionit, para kuvendit, duhet dali të drejtohet vendit dhe të konstatojë se asnjë nga partitë politike nuk ishte në gjendje të krijuar shumicë. Edhe atëherë duhet të drejtohet parlamentit që të japin kompetencë parlamentit të veprojë. Çka duhet bëjë parlamenti? Parlamenti, po Fatmir, parlamenti pikërisht
Nepse ne kemi situatë absurde, ne nuk kemi kryetar të parlamentit. Hapi i parë që duhet bështë do të ishte zgjedhja kryetarit. Hapi i parë kushtetues është formimi është në mbledhjen konstituive, do me thonë është verifikimi i mandatit të deputetëve dhe krijimi i parlamentit. Hapi i parë do të bëhet verifikimi i mandatit të deputetëve që u bë dhe zgjedhja e kryetarit, që nuk u bë me qëllime politike. Tash vetëm ta kryj debatin e tani besoj do jemi më të qartë. Ashtu, tash parlamenti, nëse pra presidenti konstaton se as do t'i Zaev nesër eventualisht, që nuk e presën, nuk arrin të krijojë shumicën, atëherë duhet t'i drejtohet parlamentit dhe që hapin kompetencë të tij të veprojë më tej. Çka do të bëhet parlamenti? Parlamenti duhet zgjedhë minimum kryetarin e parlamentit dhe minimum duhet zgjedhë kryetarin e parlamentit dhe me vetëm një detyrë, me njëjtin mandat që të jetë në gjendje të shpallë zgjedhjet parakoshme. Por, këtë bëna, kjo situatë mund vi, me kusht nëse as zoti Zaev nuk arrin të krijojë shumicën me partitë parlamentare, gjë që unë personalisht mendoj se kjo gjë do të arrihet dhe ne do të kemi qeveri. Zoti Xhaferi do na thotë do arrihet ajo. Di çështje profesori përmendet për cilët duhet të replikoj. Në kuptimin. Nuk jam advokat as i Ivanovit as i VMRO-se, që tash në këto fushat politike për interpretimet janë më së ndaj, cilat do të jenë. Nëse konstatoni një herë që Ivanov ka thyë kushtetutën dhe i ka dhënë mandat partisë që nuk ka shumicë, ka më tepër mandate, atëherë mbi atë logjik, pse duhet me thyë edhe një herë kushtetutën për me i dhënë qetrës parti që s'ka po ashtu shumicë, për ka e dyta më shumë. Zaev do t'i bëj 61 vota. Do me thënë, nuk është e ndalume, se nuk e ndalon kushtetuta gjithçka që nuk e ndalume, në këtë periudhë kur pritet marrja e mandatit të Radhës, kushdo që tjetë ai që duhet ta marrë i Radhës, duhet të del zgjidhje, një prej zgjidhjeve duhet del me garancën se i ka 61 deputet si shumicë. E dyta, përsëri kthehemi që është parlamentit. Nuk mundet parlamenti të zgjidhet kryetari vetëm me një çështje mandat ketë për shpallë zgjedhjet parakoshme, sepse nëse ka shumicë e cila do mundet të zgjedh kryeparlamentarin qeverinë, nuk ka pse shkon, sepse përsëri për të shkuar zgjedhjet parakoshme duhet të ketë pëlqim të gjithë subjekteve që janë brenda, se duhet votojnë me shumicën për atë vendim. Shikni, unë kur e thash atë duhet të më përcjellni pak në kuptimin e ndjekjes procedurave, zotë Tekat. Nuk ka rëndësi që është procedura cila është. Ai duhet të bën, hapi që duhet të bën. A do të shkon me rregullën demokratike, praktik, ndërkombëtare, demokratike që të Radhës me numra që ka më tepër mandate të Kjo, zoti Tela, vetëm pak, kjo variant që thoni ju, do të vinë në shprehje vetëm atëherë nëse nesër Ivanovi presidenti nuk e përcakton për mandatar zotin Zaev. Nëse nuk e përcakton, si partia e dytë fituese, atëherë Profesor, ma shpikon, ju thoni se zoti Zaev po i pati... Parlamenti me shumicë votash... Profesor, më themi të njëjta çështje, ma thoni përgjigje me po ju. Po që si ka zoti Zaev, 61 mandate sa duan për një shumicë, shkon te presidenti, i dorëzon mandatet, e formon qeverinë, ma thoni kështu, po ju, kështë e kuptoj drejt. Parlamenti është në fazën e seancës konstituive të cilën e udhëheq ish kryetari i parlamentit dhe nuk ka instrument. Zoti Tela, ajtë të qartësohemi, të dëgjojemi spaku deri në fund. A bën kështu, t'japim një rend debat. Cili është pyetja që bëni shumë me vend, Fatmiri. Nëse, shihni, rregulla numër 1, mbi të gjitha, faktori numër 1 është krijimi i shumicës. Pa marrë parasysh presidenti, se shumë kohë morën me presidentin. Problemi është kush e siguron shumicën në këtë vend. Nëse zoti Zaev Te para një minutë, do për një minutë në bara do i kale fjanë, su bë shumë nëse zoti Zaev, as nuk do të presi presidentin fundit. Ai do të prej sonte në bisedime me partitë politike. E po tani kjo një moment i zoti Xhaferi, jo po tani që logjika. Po më jani ç'a do të pyet. Më intereson se do vim edhe ajo pjesë. Më intereson dipi. Edhe ju thoni se zoti Zaev duhet pres. Logjika parlamentare thot që ai nëse është i sigurt me kalkulimet e veta me numrat, me kalkulimet se
Tash çështja është e kalkulimit numrave, nëse është i sigurt se ai garanton shumicë, ai duhet i drejtohet institucionit përkatës se po unë kam mundësi dhe gatishmërinë, mos më e prit 10 ditë, sa ato 10 ditë do kalojnë sikur që kaluan herën e parë 10 ditë. Çka do të thënë në procedurë nuk ndryshon asgjë. Dhe çka do bëhet? Njëjtën do bëhet Zaevi. Siç e bëni Po ju proponi që të mos pret me marr mandatin. Shembull, atë njëjtën procedurë do bëhet, do vjen në fund edhe thuhet unë nuk siguroj. Mirë po, nuk është shumicë me çdo kusht që mund ta sigurojë ai. Sepse për të siguruar edhe ai edhe tjetri, shumicën cili do të qoftë për ative se nuk ka preferenca kush do jetë, duhet të siguroj se ka një faktor tjetër ndërmjet përpara vetes, ajo është faktori shqiptar, i cili për dallim nga praktika parlamentare deri tani ka dalë me një qëndrim të përbashkët për vijat e kuqe të shqiptarëve në Maqedoni, që i ka përcaktuar me platformën dhe ja den saktësisht se çfarë qëndrimi kam unë për platformën shqiptare. Tani ju jeni antari kryesisë së BDI-s. Publik dhe ajo çka thot në veprim institucional dallon. Le del në veprim institucional dhe thot atë që keni nisë me zotin Zaev që të mbirrni vesh për një qeveri, a mujna me ditë ne? Nuk ka çka me nis me zotin Zaev pa më nis ai që duhet nisë, nuk e kuptoj pse duhet me nis. Kush është ai? Kush duhet ta nisë ai? Zoti Zaev apo kush? Ai ka punën për ta nisë. E din talati se e ka nisë. Profesor, e keni zoti Ramadani ja kom bosh. Pa, kërkoj një. Zoti Ramadani në urdhëron keni fjalë pastaj ti Xhaferi do shkoj. Dëgjoni, po keni pyetje e bëj. Jo, du ta respektoj edhe atë që e tha profesor Maksuti, mersi. Si duket pak e tepruam në shpjegimet juridike dhe kemi dëgju Ka përmendur në praktike ju lutna, po ju lutna shumë. Edhe talati tha pse jemi përqendru ke Ivanovi. Unë do të dalë në dimenzionin politik të Ivanovit. Shikoni, a ju kujtohet pak porosia e Ivanovit në fjalimin e ty para vitit të ri? Po, im pak ma thellë politikisht, ki konfuzitet që krijohet kështu nuk është i rastishëm. Vetëm të bëjmë shkurt se e kam albeshtën dhe nuk është naiv. Këtu, Ivanovi punon me direktiv kuptohet të Nikola Gruevskit, edhe me naivitetin e vetë. Atjem shumë i sinqert me ju 29 minuta hargjum defaktorizu subjektin shqiptar në krejt këtë çështje. Dhe aty që ndron problemi, mos mendoni se problemi është në procedura. A i din ato procedura, a i din edhe praktikat edhe krejt që i përmendëm neve. Por çështja është këtu, se tash subjektet shqiptare, parti shqiptare ka ndarë me platformë, këtë që e tha Italian. Dallon për deklaratës ati që e ka bo atëherë. Edhe tash po, edhe ai tash mendon, që pas kokës ti mendon se duhet të arruaj unë jam ai që nuk do të lejoj, thot. Unë do të arruaj shtetin, në fakt porosin e ka që në opozitën maqedonase dhe në subjektet shqiptare. Sepse ai paka shumë e dinte. Atër qa po më thoni zoti Ramadani që do e blokoj shtetin, presidenti shtetit asë që jo, po të ai do kuptoj të tentoj me bloku, po nuk do të ketë sukses. Sepse kjo praktik tjetër sepse që kush ja pa mundëson ato? Ja po mundëson shumica në parlament që Cila shumicë, zotri Ramadani, kemi këto zotin Xhaferi, i cili po në thot që nuk ka shumicë. Pse nuk Po jo, krijohet nuk jam unë subjekt, cilët mos më drejtoni kushtet e Ju keni zotin. Ismet, Po, do lëm zotin Sela, pastaj do i them. Dallon rafshi politik dhe situata politike, raporti i numrave për asaj që ka qenë praktik deri në zgjedhjet e 2014-s. Dallon për faktin që deri në zgjedhjet e 2014-s subjektet politike shqiptare ka qenë një për një dhe secili për vete ka shku ka bë komunikimin për si BDI-s, ti mendon si do. Mendon se me 5 opcione që i kemi diskutuar disa ditë edhe aty kemi me ato 5 opcione? Ne që nesër edhe 100 ditë tjera dhe ti trajtojmë gjitha të opcione, po jo me çdo kusht, as me njërin, as me tjetrin, jo me çdo kusht. Se kemi platformë të shqiptarëve në Maqedoni që për herë të parë. Po me këtë platformë do të bisedoni. Po do bisedohet e platformë, do bisedohen gjitha sendet për normal, që nesër do bisedohet edhe platforma, do bisedohet edhe variante. Po normal që do bisedohet. Po shtosh, ti sot pse ndjente vetë rrop i diçkajt kur absolut s'ka punë me atë. Ti ke aspektin analitik, realist politik. Po si e pandoti? Nuk je rrop. A si e pandoti? Nuk ka çare pa më dhënë mandat dikuj, kujt do që të jetë.
Puna është Kështë që është tjetër. Jo, zotin Telar. Stresar, e thamë, Presidenti nuk mund të blokojë procesin. figurativisht, kush do tjetë, sepse ai mund tjetë edhe Alia Ju a keni kalu në opcionin e dytë. Ja. A keni kalu në opcionin e dytë. Që është opcioni i dytë. Ne kemi kalu që atë platformë nëse garanton që e bën, kjo shumicë që mund të themelohet me numrat, Platforma kishte edhe opcionet e ju. Po ka opcionet më Opcioni i dytë cili është? Opcionet i kemi thënë publike, opcioni i dytë. Po me botje i teknike, politike. Jo, i dyti cili është me bë Fatmi. me logarit me bë, me lëviz, me shumicë me bë, me tjetrin që ofron, të përmbushe kushte. Po sigurisht, po normal, se para të flasim, veç tash. Po kaloni në opcionin e dytë ju. Po që nesër fillojnë ato biseda në parti, mores, ato kaloni. Po normal që të kalohet do bëhet biseda, nuk është e përjashtume. Kush ka thënë që ne preferojmë këtë dhe nuk bëjmë bisedime me këtë. Ka procedura. Zoti Telar, Procedura të të i parë u konsumuar. Opcioni i parë është konsumuar. Është konsumuar. Është konsumuar, nuk e përjashtuar. I pari u konsumu, 20 ditë keni pas kohë të bisedoni, tashmë rasti. Nuk ka lidhje, kemi biseduar në 20 ditë, 200 ditë. Nëse presidenti është konsumuar për manere Nikola Gruevski. Derisa nuk bëm shumicë është konsumuar. Ismet Ramadanet vinë dhe kalon ditën. Cila është e dyta? Po nuk kalon me vetë ditën. Ditën do të vijë procedura. Do bisedoni, do me thënë parti. Po nuk përjashtojmë ne atë. Po bisedoni. Po kush ka thënë se ne përjashtojmë atë? Zotri profesor Stejla, urdhërohet lutem shumë ki fjalë. 20 ditë kemi biseduar dhe kemi thënë se ende janë 5 opcione. Opcionin e para e keni shterë ju me Nikola Gruevski. 5 opcione për ne janë 5 opcioneve, pse mos janë 5? Do të thonë njëri ende s'është i përjashtuar. konsumua opcioni i parë, zoti Telar, 20 ditë keni diskutuar. Profesor Stejla, lutem shumë profesor Maksuti. Tash besim Zotri Stejla, që mos lypi reklama se s'kam nevojë me dy prekshoj. Zoti Ramadani, atë ndëgjojmë zoti Stejla se ja dhash fjalën 3 herë dhe nuk u bona. Më vjen Me nuk e qova zonë, për të dytë dua ta ritheksoj. Pasi zoti Ivanov ka hipoteka te Vamaroja, brejmi ne mos kemi hipoteka as te Vamaroja as te Lësëdamoja. Ne që jemi këtu që flasim për proces, ju lutem të nderuar. Ne kemi platformë shqiptare. Dhe për fat mirë që partitë politike shqiptare u bashkuan dhe bënë një platformë. Ne jemi të gatshëm, partitë shqiptare dhe shqiptarët e kanë dhënë fjalën e fundit. Hajde be vëlla urdhro. Hajde zoti Zaev. Shko takoje zotin Selën, shko takoje Indën Mebes, shko takoje zotin Ahmeti, thuj, unë i pranuj këto kushte dhe hajde të bëjmë gjatin e shkrimit dhe shkrim të zgjedhim kryetarin e parlamentit dhe të bëjmë qeverinë. E kishte atë shans, po le dale be zoti Ismet Ramadani dale. Që zoti Sela djetha shumë publikisht. Le të vijë zoti Zaev, konstaton për shënë mirate ka Te taku. dëgjojmë ju lutem shumë, po te dëgjojmë. Ata takimin në kanë qatë fshehta, Aliaveti ata shkoj edhe në kabinet me Gruevskin edhe në kabinet me Zaev. ne duhet na gëzoj fakti, Pa nuk është punë e Ismet, fshet. ne do të na gëzoj fakti që shqiptarët për herë të parë janë bë bashkë. Kjo Ka është një platformë, kjo është shumë e rëndësishme filozofia, për kjo është poenta, ne, për mua dhe për ty. Sigurisht. Dhe Poenta është kjo. që për shembull, zoti Sela dje e tha shumë mirë, drejtati. Hajde zoti Zaev, mos prit mandatin. E kishte Gruevski u dot, shkon histori zoti, me dhe miqë shkon histori. Hajde zoti Zaev. Kjo platforma, këto janë pikat pa negociueshme të shqiptarëve. Eja, të bashkojmë rreth platformës dhe rreth shtetit dhe hajde ta bëjmë shumicën. Le të shkojë, çka pret? Tani, e pyesim zotin Shumë thjeshtë është situata. Xhaferi për këtë punë, zoti Ka bëhemi neve? Xhaferi. Albert, po. Hym në pjesën maqedone. Do bëhet, si thua. Zoti Xhaferi, do ja kaloj fjalën në vetë se lash, do la. Jo se do Lësëdamoja apo Vamaroja. I gatrojmë dy sende. I gatrojmë shka dhe bëne Ivanovi edhe shka dhe bënë partitë politike. Ivanovi tjetë korekt duhet dale. Ose të të japë dytit mandatin, ose të të i thirë gjithë ato, që mund bëjë Ivanovi shumit. dilema pikpyetje e madhe se çfarë do bëj. Pjesa tjetër? Nga si Ivanovi është dilem pikpyetje e madhe, ne jemi, qatë jemi tu e thonë, mendoj se gjithë jemi tu e thonë atë, se kërkush nuk e ndërpret mundësin që edhe i dyti filloj biseda, se biseda ka pas, ne kemi pa, si on taku gjithë. Filloj biseda, të shofe ato qëndrime, cilat i ka BDI-a nemën të tre nënshkruzve të platformës, a janë të pranushme për subjekte ditë. Nëse këto çështje janë të pranushme për LSDM, këto muhabete që janë kot, ato do t'i drejtohen Ivanovit, do të ne mandatin, edhe kryen edhe parlamentin edhe shumicën. Pra e them ne, kot e dramatizojmë. Kjo është çështje kështu. Ai mund 700.000 mandate t'jape, pa shumicë në parlament, qeverisë zbosh. Duke e marrë, i pesh të kry, ama duke e marrë,
parasysh eksperiencën që kemi me atë person, ai duhet parandalohet, se ai çdo moment që mund ta keq përdor për t'i zvarit punët, për t'i dhënë ndonjë lloj avantazhi, për të arrit tensionin në shoqëri në favor të partisë e cila e ka delegu, ai e bën. Po realiteti është kjo. Ke numra bën qeveri pik. Zoti Xhaferi, keni pasur 3 nënkryetare Ama nuk mund ta që ndalë kanë shkuar realitetin. tek zoti Zajm. Nuk dyshoj që i kanë sqaruar çështjet rreth platformës shqiptare dhe kushteve që keni dhënë. Tani, a na e thoni publikisht, u pranon 3 subjekteve politike parlamentare shqiptare LSD-ja platformës, sepse pyetëm dje kur ishte konferenca, e pyetëm, tha, kur do vije koha, partisë shqiptare din dhe BDI-ja din se qa mendojmë neve. Po, ju keni pas 3 nënkryetare atje, na e thoni? Fakt mirë. 3 nënkryetaret është fakt që kanë qenë, dhe ata kanë për një raport, po unë nuk jam as për paroli nënkryetarit, ose mës paku jam për paroli Zajevit, dhe për nevojat të vendimarrjes së subjektit, kam pru informatën e duhur që është dashta sjellit dhe partia konform atyre vizioneve, konform atyre argumenteve dhe vepron. Dhe prandaj e them që nesër e tutje, partia vazhdon debatin për çështjen se cila është oferta zyrtare e aty që do bëhe ofertë nëse pretendon të bëhe shumicë, se nëse Zajevi, po jo më sakto, profesor, më sakto pre platformës... A e përqin edhe vëmëron edhe njerë? Jo më vlasë, qka jemi thëmë, folim për 3 nënkryetarit, si ushtru pitja, nuk ka dilema, nuk ka dilema, biseda bëhet që nesër e tutje, diskutohet oferta e mundshme e LSD-s për faktin që ajo është deklaruar se nuk bën ofertë derisa nuk merr mandat, apo? E pse BDI dhe partit tjera nënshkruese të platformës duhet a priori paraprakisht të dalin në të thunë çka janë të gatshëm dhe çka s'janë të gatshëm. Jo, shqiptarët janë... A i rinegocioni kushtet e ju Shqiptarët në kanë raport me përcaktuar dhe prandaj ne kemi Një sekond një lutem shumë. Po, shumicë me cilin do të qoftë që pranon kushtet të cilet në vendosuna. rëqit të vogël nuk keni folë për të punë. Nikola Krevja, pranoj platformën, a nuk e pranoj me të la. Pse nuk na tregoni opinionin? Fakti që nuk është deklaru shumicë parlamentare me vëmëro dhe pëmënet, jo që s'ka pranu, sepse nuk ka pas gadishmëri, nuk ka pas gadishmëri të mbështes vazhdimin e prokurorisë speciale. Dhe a duhet me i ra çekiç asaj pune me thënë se çka ndodhi, do me thënë. Ali Ahmeti ishte prezentuesi i platformës. Dhe Ali Ahmeti që në deklaratën e parë, para se të fillojnë bile dhe para se të miret mandati, nga kjo studia, apo nga studia tjetër, qartë është deklaru që në vendimet politike që do t'i merë në të ardhme, spari nuk do t'i shgënjen shqiptarët. Zdyti, kur e ka deklaru, nuk ka pas platformën e përbashkët, masandej është bërë platforma. Dhe me rastin e sqarimit të platformës është deklaru që nuk do t'i shgënjen partnerët që në mandatin për cilëve ka morë që të bisedon për platformën. Dhe kjo nënkupton, e njëjti arshin nënkupton që qasja për bisedimet dhe tjetë dhe me tjetërin që vinë ratë të bisedohet. E kush dhe jetë tjetërin që dhe vjen rata, dhe jetë nëse dhe ma, dhe jetë Ali Ahmeti që di bue, se shtë është edhe ajo variant për... Me cili? Po me cilën dhe bue me Zajevin, me të pranoj platformën. Formalisht partia e treta mund ti... Me këtë logjikë që kemi sinqer. Kjo është puna. Jo, vetëm pak. A ka mundësi të na dëgjoni vetëm pak, zotit e Po do të dëgjoj, nuk është problem për të dëgjuar. Vazhdimisht jep interpretimin tënd dhe opinionit krijon uti mendon se bashkështu. Pse uti? Nuk është ashtu. Pse uti? Ja, dëgjoni vetëm pak, ju lutem. Dëgjoj vetëm pak, lutem. Ama pse mendoni se unë krijoj huti? Jo, po krijoni pse, a dini pse? Se ju thoni, ju lini opsionet e hapura të BDI-s ende me 5 opsione. Domethënë ende të shpalos proces verbalin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Me lejo ta kryjm diskutimin. Nuk merr shpalos proces verbalin, do të thënë, qasja a më lejon tash të flasim 1 minutë? 1 minutë ka mos.
A, kush spekulon, kush e ka marrë për drejt spekuloj, le të vazhdoj të spekuloj. Ju nuk jeni qartë. Dëgjoni këtu. Për shembull, Pa ka ju nëse- spekulim. pa ju nëse nëse spekulon. Nikola Gruevski nuk Pa- është mandatar, Pa është është Nikola çështja, Popovski. ama është çështja spekulimit tu, ju që e mendoni. Dëgjoni këtu, Zoti zoti Xhaferi, Po ju e lutem duhet shumë. të Zoti qartë që Xhaferi, mos- atë sarojnë për opinionin Zoti çikni Xhaferi. çështje. Tash deri 20 ditë e keni pasur situatë opsionet hapura. Tash prej pargje, do të Edhe thonë prej asnjëri delës. si keni eliminuar. Kemi situatë të reja, cila tashma të drejtën për formimin Më e procesi qeverisë ka e humbi eliminuar Gruevski, procesi. e konsumoi, nuk ka drejtë. Bashkë me atë karave opsioni vëmëros. nuk kontestohet Vetëm ai pak lutem, profesor, nuk e lutem di ta pse i kryejmë theni, nuk e di mohabetin pse e deri bëni, në fund. pse e bëni temë bisedimi vëmëron. Po më lejo tash ta Shtash. kryej mohabetin, atë lutem, ha. Tash do të thonë një opsion është i dështuar. Dështoj. Gruevski ai është njeri i historisë. Po nuk intereson më raj Ashtu. të qëlluj punën e Opsioni tjetër që subjektit është tash në tryes është me Zaevin, me LSDM, si parti e dytë fituese. E tash, madje pres presidenti caktoi për mandatar LSDM. Në qoftë se nuk e përcakton në ndikimin politik që deri sot ka funksionuar ky ashtu, në mentorin e vet politik, atëherë çka duhet bërë? Pres që LSDM-ja, zoti Zaev, mos e presi mua mandatarin që hapi Gruevski, ky Ivanovi. Çka duhet bërë? Atëherë duhet ty drejt për drejt, bile prej sonte, hiç nuk ka nevojë ta presi. Drejt për drejt duhet ty në bisedim me të gjitha partitë politike, jo vetëm me BDI-n, se më BDI-ja ka humbë të drejtën legjitime që të përfaqësojë shumicën. Paraprakisht i referohen numrat folin politik. dhe diçit Pa BDI s'ka qeveri. Një minutë edhe tani Është platforma dhe BDI-ja barë se asaj platforme. Ama ti bie kundërshtim me veten tonë, i nderuar koleg. Vetëm pak tani. Kundërshtim bie me veten tonë tash. Të lutem ta përfundoj tani do kyçet, ha. Tash kemi situatë tjetër. Edhe madje BDI-ja e ke çpërdori gjatë diskutimit me VMRO-s. Nuk i kyçi edhe faktorin tjetër politik në bisedime. Do pse? Sepse BDI-ja e ka të qartë dhe duhet ta di se nuk ka fituese absolute këtyre Ama në guxoni kështu të kesh përdor një opinioni publiku profesor se BDI nuk ka kesh përdor partitë tjera për fakt se partitë tjera publikisht janë deklaruar se i japin mandat Ali Ahmetit të bën bisedimet. A ke deklaratën e zotit Sela dje ke? E programin BDI që më lejo ta arsyetoj qëndrimin tim. A bën ashtu? Më lejo një minutë lutem, ha. Tani mund të kyçesh. Ju mund të folni Përse për një minutë lutëm shumë edhe kalojmë fjallën, kënejse kemi dhe Albertën edhe profesorin. BDI nuk ka në shkalu partnerët në platformë që kanë qenë. Partnerët në platformë nga kjo studie i kanë dhënë mandat Ali Ahmetit në emër të tyre të bisedon për platformën. Okej. Dhe u kri. Atë rasti tash situata e dytë e çapo krijuar është kjo. LSDM nëse brenda 10 ditëve nuk ja jep mandatin presidenti, atëherë duhet drejt për drejt të hyjë në që formalisht ai duhet presë 10 ditë. Të lutem ta përfundoj, ha. Drejt për drejt duhet të hyjë me të gjitha subjektet politike shqiptare në krijimin e shumicës. Dhe kjo është elementi kryesor, si thamë, i demokracisë. Nëse LSDM Zaev duhet presë 10 ditë kaluaj afati formal. Nëse LSDM do të të lartë, nëse LSDM arrin shumicën, atëherë bëhet qeveria. Kjo është, nuk kemi zgjidhje tjetër. Do me thonë, çka unë pres? Pak tjetër që LSDM-ja të hyjë në bisedime drejt për drejt me shqiptarët, me 4 partitë, dhe të kryojë një mazhorancë të fuqishme Dhe gjatë kërkot replikë, se për e të koha shumë shpejt. Në pjesën që kështu, nëse formalisht duhet përsëritet procedura 10 ditë plus 20 ditë, atëherë nuk ka mundësi formale që ai të paraqitet pa e prit 10 ditëshin. Profesor, sepse nëse për tjetrën ka prit 10 ditë. Jo, unë nuk thash nga me kushte e lutë nësë më më që nesër sa i shumë. Jevi prej sonte duhet të bisedoj me shqiptarët, nesër do të kryejë me 30 ka fillu afati 10 ditor, apo? Formalisht, gjithë subjektet pasuese që pretendojnë mandat, tjerë mandatar, i pari Zaev e... Do me thonë për pos vëmëros po folë. Pasuese se një rend... Ja, po dhe ishta me sakcu, për pos vëmëros. Lodem shtashun, nëse duhet edhe sjaroj edhe të... Jo, mos kima dhe, do me thënjën e fjalëve në gjuhën Shqipe që i flasë pasuese, parti pasuese, në procedurë, dihet kush janë, dhe nëse çdo herë duhet thamë se njëna ka kalu në atë procedurë, atëherë nuk e di, zbaj galen as njërit as tjetrit. Për procedurën flasë, dhe ajo dhe di që duhet formalisht kaluhet. Dhe nuk është korekte që aj para atë 10 ditëve, aj ti drejtohet
Ivanovit, po Ivanovi nëse ka sinjal, dhe me thënë, nuk e pengon kur gja, Zahevin, ti qënë një letër, nëse siguron nëse ka bindjen se ka shumicën, ti qënë një letër që pas ka 12 ditë që të 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 zotni, unë i kom dë informata që e siguroj shumicën, dhe ajo më sprese 10 ditë, por edhe ajo nuk do me thënë që atit moment gjaja. Pa mirë, me që unë nisëm këtë rrugë, formalitete për cilat me që nisëm këtë rrugë, kushtetuset formimin qeverisë, do të presim 10 ditë. Të 11 ditë, presidenti Zahevit duhet të këtë formu shumicë, veç koj drejt për drejt parlament. Zotë profesor, zotë Sela, kërkut fjallën. Dua pak t'i replikoj kolegu tim. Se për këtë shqiptarë. Shumë shkurë dhe thjesht, opinioni e ka këtë Këtë duhet siguroj 61 për shkuar. BDI ka 10 BDI ka... Apo, lutëm atë të dëgjojmë, zotë Sela. Duhet replikoj pak, se fole pak aspektin shqiptarë. Mu më intereso më te për aspektin shqiptarë. BDI ka 10 deputet. Linja me Besi ka 5, Sela i ka 3. Po dëshë 2. Tani, Linja me Bes ka thënë që nuk hynë në qeveri me zotin Ahmeti, por nëse kryojnë qeveri me zotin Zaev, ato do e përkrakin. Nga kjo studio e ka thënë këtë studio dhe do t'i përbajmë kësaj. Zoti Sela ka deklaru që hynë në qeveri nëse plotësohet platforma politike, platforma e shqiptarë. Të trijet e kanë thënë që pa platformë shqiptare nuk ka qeveri. Zoti Sela ka thënë që hynë qeveri me BDI-n nëse zoti Zaev, në më thonë, i zbaton platformën e shqiptarëve. Dhe tani, zoti Zaev ka shumë qartë punën, si që kishe zoti Grueski. Shumë punën e qartë e ka të shqiptarët. Ka shqiptarët shumë punën e qartë. Zoti Sela është i gashëm ty me të BDI-n bashkë, BDI është ajo cila do diskutoj me palët makedonase, dhe nëse zoti Zaev i plotëson platformën shqiptare, bujrun, s'ka këtu që ka ne ta bëjmë galen njërës e për tjetër, të bëjmë këtu një debat shtu qesharak, themi, pse, shumë e qartë të shqiptarët. Të shqiptarët të shumë, nuk është qesharake. O është qesharake nëse ne themi që ke shqiptarët nuk ka situata. Ke marë Jo, gabime, nuk ka marë orientimun. Atër Mu është mi intereson interesi shqiptarë, zotisme. Nuk është qesharake. Mu mi intereson interesi Po ne qëfar shqiptarë. interesi këtu kemi? Ne do të me thonë hapur. çfarë interesi? Po zoti, Kur kolegu im thotën që duhet mos- kota pas. mos janë zerë Ne i kemi komunitar. prononcimet, jo, do kemi shumë si qërë. Albert, unë e fola shumë një qërë. Ju lutë në shumë. Kur replikon, do t'i përgjigje, sa është regull, apo? Atë bëmi gentlemanun e ti, Zoti Ramadani dhe zoti Xhaferi, lutëm të ndëgjojmë replikën e shkurtër, po dhe se Po në qëfë se të përmendi kundër, do të replika o rregull, unë që do t'i përgjigje. Po replikën e vetëm shkurt, ju du. Për aspekte... Tashët jemi të sinqert, opinioni kërkon sinceritet. Po kjo e sinceriteti. Vëmëroja ka dështu të shqiptarët, e ka edhe jo rasisht e konsumoj drejtën të Po këtë fjallën për Histori, Grueski tashmë është një histori për shqiptarët. Tu pajtohemi. Dhe çdo parti politike me këtë morri një mesazh maqedonase, Po për çka e s'pajtohemi? cila bën politikë diskriminuese, kampanja anti-shqiptare do të ndjeki fatin e Grueskit. Dhe kjo është një mësim i mirë për votuesit maqedon. E tash, ky opsion nuk do. Çka duhet tash? Opsioni i dytë është LSDM. Ne do të jemi të sinqertë. Ne këtë qytet e bëjmë bashkë me Maqedonasi. Atëherë do ta zgjedhim cili është më i miri. Nuk kemi kundër, ne jemi përcaktuar për bashkëtesë. Atëherë çfarë do të bëjmë Fatmir? Ose LSDM-s tash i takon të bëj qeverinë, do ta bëj me gjithë shqiptarët. Platformën e ka përpara. Okej, unë nuk e shoh shumë problematike platformën. Pse? Me LSDM. Pse nuk e shoh? Sepse LSDM, Fatmir, pse nuk e shoh problem platformën me LSDM? Parashije se vetë Zaevi, pjesë të madhe të kësaj platforme, vetë ka deklaru, ka bë kampajnë dhe jo rastisht i ka fituar votat e gjithë. Lutëm shumë. Aspekti tjetër. 30 sekonda se e kalon. Zaevi Nga për të bërë të bërë qeveri qytetit të... duhet unë pres që nëse nuk arrin të ndërmjetësoj faktorin ndërkombëtar, që LSDM bashkë me partitë shqiptare ta bëjnë qeverinë. Nga Ky është opsioni më i mirë për momentin. Dhe gjen kompromis rreth platformës rreth gjitha pikave. Dhe unë shpresoj se kjo do të arrihet. Unë sinqerisht nuk e shoh kontestin këtu. Asunë. I vin radha Zaevit, nëse Zaevi do në insistone në të protokollin i cilin varet për Ivanovit, atër duhet të prese protokollin, edhe të ketë dilema do të amare mandatin për ati ose jo, ose kërkush nuk e ndërpret,
fillon e bisedimet. Albert, nuk ka nevojë të presin presidentin. ama Presidenti nuk mund të bëjë obstruksion, nuk mund të ndalë formimin e qeverisë. Isha shumë i Nëse qartë se Zaevi prektit presidenti. gjen shumicën e qytetarëve s'ka kushtetar. Ama nuk jemi tu kontest. Mos kuptoj. Se mo ky debat ama nuk s'kemi për kontest. masa filla Po do prandaj të nuk e shoh kontest. Është reale të pritet që Zaevi të filloj biseda, ne tash biseda një forme ka pas. E treta, partitë, subjektet politike shqiptare janë marrë vesh, kanë nënshkruajtur një platformë dhe i kanë thonë Aliametit, ne mëntonin këtë platformë negocioje me atë që ta pranon edhe formon shumicë. Gruevski nuk e bën atë, i vjen radha Zaevit. Ne tash nuk mund të paragjikojmë, ne kemi bindje se shumë ma lek do shkojmë me atë, edhe te prokuroria speciale, edhe këtë çështje e gjuhës, se kanë qenë tema cilat janë shtjellu në kampanjë, po edhe mbas kampanjës, ashtu që edhe unë nuk e shoh shkakun pse ne duhet vendohemi pas lojës të Ivanovit edhe të ndjekim një protokoll që ai objektivisht e zvarit. Do të thonë biseda duhet të fillojnë. Kërkush prej nesh nuk do të marrë pjesë në biseda, as që ne mund ta paragjikojmë finalen. Ne mund të hapim mendimin tonë. Unë jam optimist se do të gjejnë gjuhë përbashkët, se objektivisht nuk shoh asgjë kontestuese aty, spaku nga qëndrimet publike gjithë këtyre participantëve. Nëse ajo ndodh, nuk do të presa as 8 ditë, as 7 ditë, as 5 ditë. Nëse ata mund mirë vesh për 3 ditë, do shkojnë një listë, dhe ja prezentojnë Ivanovit, thonë ne mandatin. Nëse ai refuzon, atëherë do të gjojnë në mënyrë parlamentare që atë vullnet vetin të shprehun nëpërmjet një shumice eventuale ta realizojnë nëpërmjet parlamentit. Prandaj unë realisht nuk shoh kontest këtu. Këtu ka një platformë e cila është për të përshëndet, edhe ne atë duhet ta përshëndesim që shiqir që është bo. Se mos ishte ajo, numrat ishin 10-10, mundeshte të na ndodhe që Gruevski bisedone me një 90 këtu, me një 90 vetë, që ne kemi kaluar atë fazë. Po, mirë që u bo platforma, edhe uroj që çdo kush që anashkëllon këtë formë të bashkëveprimit, në cikle zgjedhore tjera, ndëshkohet, do me thonë është një princip që duhet respektohet, të bisedohet, nëse arrihet pajtim, ditës s'ka pse të pritet ajo. Nëse sa rjetë pajtim, atër dhe ulemi këtu, dhe bisedojmë për ndonjë opcion tjetër. Problematik platforma. Realisht, edhe unë thash. Personalisht mendoj nuk do të paraqesi problem. Realisht, edhe unë... Se nuk do të paraqesi problem. Nëse ka qenë prokuroria speciale problemi, nëse vëmëroja ka qenë e gatshme t'i pranoj çështjet, veç ta them këtë, nëse vëmëroja ka qenë e gatshme t'i pranoj çështjet që kanë pas lidhje me gjuhën e çështjet tjera të financave, çështje të cilat nuk janë kontestuese për LSDM. Për prokurorinë speciale nuk besoj se BDI-ja do të ketë ndonjë shqetësim. Tash ne nuk mund të garantojmë as paragjikojmë. Albert Bajt, se i impinjohet BDI-ja ka probleme PSP-n dhe i bëhet problem BDI-ja për të kaluar. Nuk e ka problem BDI-ja për të kaluar. Gabim kendi gjuhë. Se prokuroria speciale gjithnjë po bartet si problem i shqiptarëve dhe problemet shumë. Nëse BDI-ja e ka problem, nuk e ka BDI-ja problem. BDI-ja ka thënë korrekt. Ka problem Nikola Gruevski. BDI-ja ka thënë korrekt për PSP-n. Është prodhim i marrëveshje. Unë në asnjë moment nuk kam thënë se BDI-ja ka problem. Se ka problem BDI-ja. Unë në asnjë moment e ne BDI-ja duhet. se ka problem aty. Ama kotimi të folta. Nuk ju përmendin kontekst. Ma kush thash se BDI-ja? Ama kush thash se BDI-ja? Unë thash se BDI-ja nuk do të ketë problem me LSDM-n për prokurorinë Se speciale. ndëgjon deri në fund. Në cilën moment unë thash se BDI-ja ka problem me PSP-n. Unë thash, ta thëm fjalin time se du të jem shumë i saktë. Unë thash se nëse VMRO-ja nuk ka pas problem me çështjen e gjuhës, edhe ato pjesë të platformës, ka pas problem me PSP-n, atëherë është shumë e kuptueshme se BDI-ja nuk do të ketë problem me LSDM-n lidhur me çështjen e prokurorisë speciale. Se nuk, lutem, nuk mund ne tash të paragjikojmë këtu se LSDM-ja ka problem me PSP-n. Është absurde ajo. Ashtu që shansat janë reale, edhe duhet ta konkludojmë që me këtë platformë bisedime me LSDM-n mund të arrihet marrëveshje. Edhe atë duhet ta definojmë. Vetëm një pikë, zoti Albert desha të përmend. Zoti Maksudi, një sekond. Zoti Ramadani mbeta bërë që një kohë shumë gjatë. Urdhëro. Po. Jo, e kam fjalën se mirë që sonte, edhe pse u duk kështu biseda pak ndoshta parent, po
more përgjigjen gjitha pyetjet që bën. Jo, Talati si përfaqësues i partisë na dha një sqarim plotësues tani. Domethënë definitivisht e kuptuam se PSP-ja ka qenë problemi kryesor. Mund të ketë qenë edhe mandatari, Nikola Gruevski vetë. Po ajo është Mos kërkoni proces verbal. Po kërkoj më shumë prej te. Mjaft fol. Tash mos kërkoni proces verbal. Nëse Nikola Gruevski dhe klika e tij ka pranuar ndonjë nivel të përdorimit gjuhës më shumë se sa ato e ligji ekzistues, atëherë duhet të nisemi prej një parandjenje se këtu Zoran Zaevi mund t'ja kalon. Kjo është parandjenje, themi se edhe do ketë problem për bisedu, për të kriju qeveri. Problemi... Po pse thoni nuk do të ketë problem kër e keni zotin Xhaferi nënën tuaj tja, dhe po e bëni fakt krym. Po, këtu ka një problem tjetër. Porosit e VMRO DPMNE-s, se askush tjetër nuk mund bëj qeveri. Jo. Tensionon situatën. A ka tension? E tensionon. A ka tension? Mirë po, jo ata, jo te këta. Këta ja dhanë përgjigje. Nuk kom nevoj të jemi tensionu për atë punë, kur numrat flasin dhe kur platforma është paranesh dhe platformën e kanë nënshkruajt në emër shqiptarëve. A ka gjasa? Po unë nuk jam avokati, jas kur për të paramendu se çfarë gjasash ka. Jo, ma shumë fatmirë mos kërko. Ma shumë mos kërko. Mendoj se ne sonë të kemi qartë, se ajo pikë e cila me Nikola Gruevskin e VMRO DPMNE-s, pra nuk është arrit pajtim. Dhe me thëmë PSP-ja, Prokuroria Speciale, që është edhe intens, edhe porosie pandërprer, edhe e Bashkimit Evropian, edhe SBA-s, dhe me thënë, edhe e BDI-s këtë rast, që është mirë edhe partive tjera shqiptare, po edhe e LSDM-s, dhe me thënë, mund parashoj se ekzistojnë kushte mundësi reale që të kryohet një qeveri me 67 sa deputet, dështë dhe 69. Tash, këtu për ndërpreju në juve, zëti Ramadani, dhe për e këthej në zëti Xhaferi. Zëti Xhaferi në e thoni, kur keni diskutuar si dy subjekte politike, Bashkimi Demokratik për Integrim, me lidhjen social-demokrati, si keni paramendu mi bo numrat? Me që ka pasur negociate, kishtë 3 nënkryetarat, ju s'po lipi proces verbal. Nuk po lipi proces verbal, se di që dëmë të një shtë po, si... Perceptimi i shkuarin së 3 nënkretarve atje dhe interpretimi se ka biset paraprake për të mund të konstatojsh se si e perceptoni, nuk është korekte, sepse nuk ka të bënë me të, sepse ajo është një çështje, një takim informativ për cilin është dash, nuk është bisedimi oficial, edhe pse nuk ka pas arsye të shkojnë, të themi, në kryetarët në formën e fsheh, për mos me I pa publiku, për pse mos me në pa, ne nuk jemi tu bë... Qëka... Dhe... Për nuk ka pas pretendim për t'ju fsheh, as kamerës, pas publiku, që atë punë, mirë, e në thëni qka u folë mërënda, pro qka u folë? Unë ju thash me një fjali, nëse pretendoni se proces verbalin e Bashkimit Demokratik për Integrim duhet me lexu këtu, kjo përgjigje për opinionin proces verbal, nuk po lipi proces verbal. 3 në kryetarët e kanë informu kryetarin për atë qka kanë bisedu, dhe unë nuk pretendoj se unë kom nevoj në kohë pa u hap bisedat oficiale për çështjet e bisedimeve oficiale, të kem një informatë se qka I ka qu porosi kushtimisht themi, Zaevi, Ali Ahmetit për mes 3 nënkretarëve. Pse atë pretendim? Pra ndë them, nëse pretendimi është këtu që unë të lexoj proces verbalin, e keni gabim se nuk e lexoj proces verbalin, një, e dyta... Ne kemi veç për informacion. E dyta, informatët e duhura në kohën e duhur, si për ju, si për publiku dhe si për gjithë tjerët, dhe tjenë në kohën e dur krahës së bisedave si do të shkojnë. As kund në botë, përderi sa zgjasin bisedat për themelin të qeverive dhe për koalicionin për qeveri, nuk shkojnë paralel me informimin publik, ose paraprakisht me dalë dhe me thënë se ne do shkojmë dhe bëjmë te ose ate. Pra nda janë biseda
politike të cilat kanë organet përkatëse që i bëjnë bisedimet, bin konstatim dhe informohet publiku se e bom te, e bom atë. Ma thuj, zoti Ramadani. Vetëm pak, ndërhyri ma kërkoj. Nëse mund me bes, fakti që mund takon rrugë që është me Ismet Ramadani, nuk dhe thënë se unë bisedoj për çështje se çka do bëjmë me LSD-n me ajo ose me vëmëro. Rilinja me bes, edhe Alianca Shqiptare u deklarun se nuk janë për zgjedhje Të reja, të Ama tjera. kush ka erdhë, ama kush ka erdhë me thënë se nuk zgjedhje para kryeparlamentare. e kundërshtojnë e nuk ka erdhë situata deri te. Si kërcim hapat nuk është. Po nuk ka erdhë, nuk e di pse. Ama pse duhet me thënë dikush? Nuk kam rejt çështja për zgjedhjet parakohshme. Okej, unë nuk e kontestoja që ka thënë Besa dhe Alianca. po. Okej, janë qëndrimet Po me që jeni në shkrus platformës. Po mirë më zhlatë janë subjekt. Duhet edhe veprimet t'i bëni bashkë, thash. Ashtu është rend. Ama është subjekt në vete. Edhe ai prononcohet për Keni një dhënë në shkrim. ai prononcohet për një thënie të vëmëros se ne duam të shkojmë në zgjedhje. Po ndoshta është mirë që tregohet atyre se Po mirë dhe apo pse hapin Ku e shkoni fundit ju? me vot parë, tash unë ne nuk kemi kaj hap. Ne prej atyre kemi marrë mandat për të bërë një hap tjetër, jo për ta bërë hapin e fundit, tash politika është Ismet tek Të diskutojmë mundësinë se çka mund të bëhet, ëh. po ti je Sikur për plaka politike deri në fund. prandaj ne në diskutim i kemi gjitha opcionet sepse çdo një opcion varet prej atij para prak se me cilin kusht dhe me çfarë kushtesh do mund të vish të deklarosh se ke arrit këtu ose s'ke arrit. Arrit të bëj shumicë, pse arrit edhe me çka do të deklarosh dhe sa arrit të bëj shumicë, për çka do e deklarosh. Opcionet tjera masandej vazhdojnë prej hapit tjetër, shkallëve. Kush ka mundësi 3 basamak me njerë të hip, po është mirë, po kush s'ka mundësi, shkon basamak për basamak. Është mirë të diskutohet çështja e mundësisë tash të negocimit me LSD-n dhe arritjes së marrëveshjes, për të krijuar shumicën. Kërkundi, tregoni dikundi praktik që bisedimet shkojnë paralel me kështu mënyre të paraqitjes së qëndrimeve. Sepse pozicionet politike ndërtohen mbi bazë të asaj çka janë bisedat dhe Tash kemi situatë të re, tash BDI-ja nuk do të bëjë negocim bisedime vetëm me LSD-n. Tash patjetër do kyçen dhe partitë tjera. Madje do them, BDI-ja nuk ka më kredibilitet politik. Jo, edhe 61 nuk bëhen. Po pse s'ka kredibilitet politik? A dini pse nuk ka? Për arsye se 10 deputet, 12 deputet i kanë anën e kundër. Nuk e përfaqëson shumicën, nuk ka drejt. Zoti Telat, BDI-ja tash nuk ka të drejtë legjitime të përfaqësojë shumicën e qytetarëve. Nuk përfaqëson shumicën. Po sikur ti ke 12 deputet në anën e kundër BDI-ja, atëherë pse pretendoni Zaev të bisedojë me Dëgjoni vetëm një, keni durimin një minutë. Pse BDI-ja nuk mund të negociojë vetëm këto, sepse ka humbë të drejtën legjitime të përfaqësojë shqiptarët, sepse nuk e ka shumicën. Shumica në këto zgjedhje e qytetarëve shqiptar u përcakton për partitë opozitare. Dhe pa tjetër, në bisedim me LSD-n, do të shkojnë të 4 partitë politike. Teoria akademike dhe praktika parlamentare flasin ndryshe për shumicat. Humbit të drejtën vetë. Teoria dhe praktika parlamentare flasin ndryshe për shumicat. Mandatet. Që veç janë detyruar me bisedu se nuk plotësohet numri 60. No, e kam fjalën. Profesor Maksuti, si jemi minutën e 2 minutë. 12 në anën e kundërt i ka 12 mandate BDI. Kush janë ato 12 mandate? Mi, nuk po hyj mandej. Zoti Ramadani. Pa të cilë shqiptarët nuk janë edhe Profesor Sela, tjera, se janë 4 Macedonia sa gjë. Ose që të fondi pa nuk janë 12 atë. Zoti Ramadani, kishte Xhafirevish në 1 sekondë. Po veç pak profesor Maksuti, ju lutem shumë. Duhet të diskutojmë me 4 partitë politike. Profesor Maksuti, ju lutem shumë. Ismet, janë 10 BDI dhe 49 janë atje. A masandej, a janë shqiptarë o shqitër punë. Se numrat kër i numrem në kuptimin e shumicës, a janë numrin sa jemi. Nuk dyshoj. Profesor Sela, keni 1 minutë, e kom një pyetje për të se më duhet pa mbylli se regjia më thotë që te kalova. Madje edhe me kolegët tonë Prishtinë su përshëndetën. Duhet
Ai sa e bën shumicën e gjithë, do shkojmë Atëherë do pushta me shku me dëgjoj, zotin botë. Sela, ju lut na shumë. E përshtatër. Vetëm duhet lidhem pak me kolegun tim. Zoti Sela doli në televizion dhe tha, Mbram ishte. po mbram, shumë mirë tha. Tena Ne ishte tha e përkrakim BDI-n, tha le të shkuet me bisedime vetëm ti përmbajt platformës. Kështu që Edhe ka ata thënë kanë- edhe në Kjo intervistë është për shumë e para qartë. zgjedhjeve. E dyta, kujt i takon mandati? Kemi shumë qartë. Mandati i takon atij i cili i bën 61 deputet. Edhe kjo do ta themi të qartë. Dhe kush do t'i bëjë 61 deputet? Ai i cili do të pranoj platformën shqiptare. Për ne, kush do t'i pranoj ma atë le të shkojnë shqiptarët? Për ne na intereson interesi shqiptar, drejtat e shqiptarëve të realizohen këtë mandat. Po ashtu e tha Kjo është etikë. edhe të dilën, u tha, këto janë kushtet, urdhroni kush. BDI-ja nuk mund të Zoti shkojë Muslio, vetëm jemi në sekond, bisedime se nuk i zoti ka Maksuti, ju lutem shumë profesor, jemi në minutën e fundit, më tha akord. Urdhro Albert, lutem ti saksi apo. Ti më mbyll emisionin, çysh nuk po du. Albert, u lutem. Rendi i punëve është ashtu. Kjo platforma e nënshkruajtur me gjithëve. Faleminderit. Edhe rendi është bisedohet me dytin me rend, a është e pranueshme kjo platformë. Kushtimisht, nëse kjo platformë pranohet, atëherë gjithsesi se duhet bisedojnë, se numrat i ngarkojnë liderët politik shqiptar që të merren vesh pastaj se si ajo dematerializohet. Pa, jo, ma ka dalë tasë. Zoti Ramadan, vetëm. Platforma është një çështje, qeveria, ministrat, ajo është çështje tjetër. Tjetër. Po Komplet çështja e tjetër. negocimit të platformës, unë se kom kuptu, të gjithë subjekte jo në marrë vesh që BDI-ja të bisedoj me Gruevskin, nuk u bëhet. Tash duhet bisedoj me Zaevin, e paramendojnë se bëhet, ose s'bëhet, nuk e di. Po nëse bëhet, atëherë do të bisedoj këto subjekte politike shqiptare për ndarjen e mandateve. Se numrat... Procedura është kjo, se nëse është ajo platformë e pranueshme, E drejta e mandatarit është flasim me gjitha partitë politike me të cilat ai do të krijojë 61 deputet, madje nuk është vetëm 61 Albert, po në këtë rast do të krijohet qeveri stabile. Për të krijuar qeveri stabile pa tjetër kemi kontestin. Po me gjithë me fol, duhet flasim me gjitha partitë. Me gjithë me fol, për çka të fol? Për platformën? Dola prej terminit të rregull. Platforma është e gjatë, të ndëruar zotrin. Ka negocime. Platforma, a është e pranueshme? Nëse është platforma e pranueshme, atëherë këto subjekte do të bisedojnë se si ai kollaç që e quajmë ne. Do ndahet. Qeveritar do të ndahet. Shumë Po thjesht. për platformën nuk mund tash bisedojnë veç e vetë, kur është platforme e përbashkët. Nëse ato subjekte ishin marrë vesh që platformën ta prezentoj, Fatmiri do shkonte, Fatmiri thonte, kjo platforma jonë është e pranueshme? Një Fatmiri, ja. Shembull, ose i Fatmir tjetër. A është kjo platformë e pranueshme? Është. E nëse është e pranueshme, tash bisedojmë për çështjet praktike. Qeveria, kryetari i parlamentit kështu me radhë. Po platforma është e panegociuar. E këtu po është çështje e të pranueshme. Tu po ndërprej edhe ty, Albert. Krye parlamentari u kanë apostrofuar si njëri nga brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, si njëri në apostafat për atë post. Çështjet e spekulimeve. Jo, pyes ju, thash ju kanë apostrofu, mos ma bëni spekulime në studio i kam, mos ma bëni spekulime, pyes ju, po spekuloj. Ju kanë apostrofuar. Tani më thoni ju, po ju. Apostrofosh edhe çfarë do të qoftë tjetër. Po s'pa apostrofoj Ismet, apostrofimi. zotin Ramadani kërkënjesi. Realizimi janë çështje për cilat Atëre, ju kanë apostrofu, është larg meç, është diskutuar dhe ndarja posteve brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, me këtë do të qoftë që bëhet televizioni, kështu ta për pak, se menten televizion. Koalicioni arshëm, pa një prej pikave është edhe ndarja posteve. një prej pikave krye parlamentari. Atëherë mund t'ju presim t'ju shohim juve si krye Ka lidhje me parlamentar. shqiptarë dhe shifrat e këtij kushtije. Besoni që do të takoj një shqiptarët shqiptar- me dojmë, ose apo? Pa një prej Atë jo bëjnë për hajër sonte apo jo? nuk ka nevojë me bë për hajër, në të punë. do shi. Kur do bëhet? Kur do bëhet, do bëhet një shqiptar do bëhet. Për hajër atij shqiptari që bëhet. Mirë, të ndëruar zotrim, zotin Xhaferi, zoti Ramadani, zoti Muslio, profesor Sela dhe profesor Maksuti, faleminderit shumë për kohën tuaj. Për fat të keq kërkoj ndjes nga kolegët tanë në Prishtinë dhe nga mesaferët atje se kum pas shumë porosi që po duan ata të kyçen prej atje, po nuk arrita. Është gabim në menaxhim tanë, ta them ashtu. Mirë, të nderuar zotrin, faleminderit një shumë për kohën tuaj. Me shpresë se kemi kuptuar shumë gjëra nga zoti Xhaferi, pas spekulime. Zyrtarisht si kemi punuar gjatë tërë kohës, keni besoni ka qenë shumë vështirë të menaxhohet kjo situatë në një dhe ka pasur shumë demante dhe gjitha këto sene ndaj mediave të rajonit në këto, po
do shohim se çfarë do bën në fund. Të nderuar zonja zotrin, këtu e mbyllim klikun për sonte, kërkoj ndjes regjis dhe redaksisë Selamen se u vanuan dhe parlament gjuhën shqipe. Takohemi prap nesër, do shohim se kush do vijë nga Lidhja Social-Demokratike për të na fol nesër në këtë studio. Kemi bërë 2 ftesa të shohim se kush do përgjigjet dhe njoftojmë nesër. Mirë mbeqë dhe takohemi prap nesër. Faleminderit shumë.